Bazive, jemi sinqert. Shikon, nuk mund të luftosh dot zgjedhjet lira të barabarta, çfarë do të thonë? Të lira që njerëzit votojnë të lirë. A votojnë shqiptarët të lirë? Pikpyetje e madhe. Hajde të diskutojmë se jemi subjektiv. Po te barazia, paktën kemi një koncept. Qeveria futet me mitroloz, ne futemi me shpatë druri. Kjo s'është e vërtetë. Kjo është shumë e vërtetë. S'jam dakord me këtë. Po ka të gjithë resurset më, ka të gjithë administratën. Ka qenë administrata 83.000, ka qenë 222.000. Nuk jam dakord sepse PD-ja 222.000 njerëz që punojnë opozita ka antarë të saj në ZZ. Ka komisioner, ka vëzhgues, numërus, ka fond. Merë fond dhe raporti ose ju referua dy gjërave që tangencialisht influencojnë. Raporti ose BED-i thot tekstualisht. Raporti. Thot 3 milion dollar, 3 milion euro ka kushtuar dyshohet dhe për PD-n dhe për PS-n fushata. Para e pa deklaruar thot për të dyja palët. Përmend lobimin 6 milion dollar që është bërë në Amerikë, pra shigjetohet edhe opozita në raport. Shigjetohet opozita që nuk ka pushtet, opozita, qeveria e ka quajtur administratën 222.000 njerëz. Qeveria, ndërkohë që Shqipëria po shpopullohet, rrit numrat në administratë që s'ka sens. Ndërkohë që digitalizohen shërbimet, rriten numrat në administratë. 222.000 njerëz, unë nuk e di a janë punë, po unë e di që janë 222.000 rroga, se ke njerëz që ma le ta mbaroj. Ke njerëz që marrin nga 4-5 rroga në Shqipëri. Këta njerëz janë ushtri jeni çerësh, patronazhist që aktivizohen sa herë ka një vot ka ai. Po sa herë ka zgjedhje këta aktivizohen. Si që ishte ajo zyra e famshme të njësia 5, me kompjutra, janë të qartë, erdhi filani, në orën 4 vje fisteku, merren telefon, sillet e shtëpia, sillet e kutia votimi. Do jetë shumë e vështirë në këtë situatë të vërtetohet. Po mirë, ne kemi barrën e provës. Ne kemi barrën e provës, do na e lesh neve që ta them këtë. Po kjo falja gjobave, nuk është domethënë se kjo? Kjo po. Po kjo është shumë e rëndësishme, pra se kjo është alfa dhe omega e gjithë sa historia. Po se ma do të sa ka në zgjedhje, këtu e kam. Po duhet ta shikoj prokuroria. Prokuroria duhet të hetoj për atë, pra ne kam çuar te Spaku. Unë kam duartrokit punë të mira të Spakut, ashtu siç kam qenë kritik për punë tjera të Spakut. Unë kam linjën time, domethënë, jemi mbështetës kur është mirë, kur ka kritikë. Patjetër, mendimi, unë nuk jam jurist, se po them tani që unë do t'i gjykoj. Po të paktën unë gjykoj. Po ti je politikan, je opinion. Shikoj, amerikanët kanë një shprehje shumë të rëndësishme që zemra e një demokracie të shëndosh është komentimi vendimeve të gjykatës. Vetëm ne këtu në Shqipëri kemi kështu nga këto idiocirat, po foli gjykata, po jo më duhet folur se duhet folur pa tjetër. Janë vendosin në mënyrë hynore ato, vetëm Zoti vendos drejtësi hynore. Gjithë janë të gabuar, pa gabuar, kanë kaq njerëz në përburgje pa drejtë. Kjo është historia, jo vetëm Shqipëri, por ka ndodhur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj do t'i komentoj sa herë t'ia fus kot, që unë e mendoj. Le t'ia fusun më mirë kot, vetëm gjykata mos t'ia fus kot se merr njerëz në qafë. Prandaj po të them. Barra provës në këtë rast është e opozitës. Në rast se ne tregojmë të paaft, sigurisht që duhet hapim krahun. Siç duhet hapim krahun shumë njerëz deri tani, edhe me rezultatin zgjedhor. Po kur të bëhet një analizë, po këto duhet të fillojë nga Berisha. Ore, shiko, kjo duhet të fillu nga frymëzimi, do ti nuk ke frymëzimi. Unë nis nga vetja ime, nga unë i pari duhet matet rezultati im. Çfarë rezultati kam marrë unë? Unë dita lexoj votën, ta them me sinqeritet. Unë kisha bëj betim me veten time në rast se nuk do të merrja vota atje në Fushkruj, ku është vendlindja ime, ose kam unë herë që jam nga Fushkruja, nuk do shkoja më me kërkuar. Po pse duhet ta marrësh që je nga Fushkruja? Jo, po ka njerëz tjerë që thonë jemi nga Tirana, më kupton, është trend. Po jemi nga Tirana se Fushkruja hedh fritol. E ke dëgjuar në televizion çfarë thonë? Po pra gjykime ka edhe për shqiptarë sa të tjerë. Ndërkohë në Fushkruj ka presidenti Bush. Po, siç e bëre edhe ti për Elbasanin dhe Durrësin. Këto janë influenca që vinë janë, por nuk mund të thuash ti qyteti Tritolit. Po hapësh sot, shkruaj klikosh aty, vrasje, sherrë etj etj. Në Fushkruj nga Fushkruja është i vend aty që quhet Albanopolis, ku kemi marrë emrin Albania ne. Njihemi ndërkombëtarisht, po në Fushkruj pra i veni. Pra ne duhet më qenë çik më mirë njohës aty veni aty. Po patjetër. Është lagje e Tiranës, a më kupton? Prandaj po ta them, vota duhet lexu ashtu siç hidhet dhe duhet kesh ti një raport me të vërtetën në këtë rast për me majti qendrim. Edhe ata njerëz që kanë humbur në përkutitë e veta, unë mendoj që duhet marrin përgjegjësi. Ka njerëz politikanë. Unë besoj që përgjegjësia fillon nga lart. Po s'u mbajt nga lart, nga poshtë pastaj mund ta bësh ti, po sa do ta ndryshosh ti realitetin. Edhe tjetër. Personalisht në politikë, po ti do të jesh pjesë së tërës, nuk mund të jesh pjesë vetë. Po do jap shembullin tim mirë. Pra cili është raporti me votën, me të vërtetën në këtë rast, unë po të them, ke njerëz saktum që kanë humbur kutinë e vet. Çaj thu kësaj ti? Dakord, unë jam dakord me shprehjen as i profet nuk pranohet vendin e vet, po kjo u tha për Jezu Krishtin në burr, kupton, politik nuk funksionon kjo shprehje. Profet simbolik tash. Jo, e bona për batutë më shumë. Alon, mos kjo betejë që mua më pëlqen dhe unë e mbështes, është një betejë dhe qytetare dhe si politikan i ri, por më shumë ty po flet zëri i qytetarit.
mund të kryer probleme në Partinë Demokratike. Unë qartazi vërej në nivelet e larta, nuk është se kanë shumë dëshirë që të flitet për rihapjen e kutive, rinumërim, sepse sipas tyre mund të përçoj mosbesim, e thash dhe pak më herët. Përgjegjësinë e palëvetit. Nuk e besoj këtë gjë, ta them me sinqeritet, sepse kur unë e kam vëzhgim këtë, jo, dakor, orë është vendimi jo dhe më kesh informacion, është ta ke informacion. Tani, ç'a ndodh? Fakti që këta hapën kutitë e Tiranës, dhe aty doli, do me thënë... Te Tirana, qartazi, beteja është me Partinë Mundësia, pra nuk është brenda llojit. Jo, po hapen dhe kandidatët aty. Po, edhe ajo po. Beteja është qarku, është 1/3 Shqipërisë Tiranë. Informacionet janë dhe lidhet me një deklarat që ka bërë Këlliçi më herët që do ta marrin mandatin e Ali Mehmetit, do luftojnë. Pak në ata mendojnë që mund t'ja marrin Partisë Mundësia. Ndërsa tek te rasti jo fitun betejën me Edi Rama. Ja morën Partisë Mundësia. Ndërsa në Durrës ikën një kandidat i vetë kandidati tjetër. Një pyetje do bëjmë si. Unë mendoj që aty do hapen edhe votat midis kandidatëve. Ti je gazetar, je edhe politikan. Po, e kam ndjekur. Do të bëj një pyetje politike, është më shumë se sa kështu. E kam bërë edhe para zgjedhjeve me drejtues të Partisë Demokratike, po ta bëj edhe ty. Ja bërë edhe dikujt tjetër, po nga opozita që është ai nga mediat. Në rast se koalicioni për Shqipërinë madhështore, të madhe e kishit ju, po detyruar madhështore mos shqetësoheshin